Në valën e revolucionit të flamingove, duhet të kuptojmë se çfarë parashikon realisht ligji numër 55/2015 për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë. Imagjinoni një oligark i veshur nën petkun e investitorit strategjik që ja ka vënë syrin 100 hektar tokë për investimin e tij. 70 hektar janë pronë shtetërore, ndërsa 30 hektar u përkasin familjeve private. Shteti mund t'ia vërë investitorit të dispozicion tokën shtetërore, ndërsa për pjesën private, investitori duhet të negociojë me pronarët. Por çfarë ndodh kur pronarët nuk pranojnë të shesin tokën? Sipas ligjit, nëse investitori strategjik dështon në negociatat me pronarët privat, atëherë ligji parashikon ndërhyrjen e shtetit për të zgjidhur këtë çështje. Shteti u jep pronarëve një kompensim zyrtar. Për shembull, edhe nëse toka në treg shitet me 200 euro për metër katror, kompensimi përcaktohet sipas vlerësimit zyrtar të shtetit, i cili mund të jetë më i ulët dhe i papranueshëm. Pronari privat ka të drejtë ta kundërshtojë masën e shpërblimit në gjykat, por padia nuk e pezullon automatikisht zbatimin e vendimit të shpronësimit e as punën e oligarkut. Po kush e miratoi këtë ligj? Sipas raportit të seancës e 25 majit 2015, ligji kaloi me 72 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Pra, në votim përfundimtar nuk pati asnjë vot kundër nga opozita. Këtu na kujtohet shprehja e Martin Luther King Jr. Ai që pranon të keqen në mënyrë pasive, është po aq i përfshirë në të sa edhe ai që ndihmon në kryerjen e saj. Një ligj që në pamje të parë ngjan me një formë kooperativizmi të stilit komunist të regjimit të Enver Hoxhës, por këtë herë jo në emër të popullit, por në favor të ashtu quajturve investitor strategjik. Ky faktikisht duhet të quhet kooperativizëm i oligarkëve. A duhet quajtur ky ligji i hajdutëve strategjik? Jepni mendimin tuaj në komente.